Nxisim antarësinë për sfidën e radhës që janë zgjedhjet lokale pasi pas momentit politik që na ndodh. Në tetor do të kemi më tepër se zgjedhje lokale ku qytetarët me votë do të japin legitimitetin sjelljes së tanishme të klasës politike që na udhëheq apo do ta dënojnë atë. Kështu tha kreu i ASH Zjedin Sela nga takimi që pati me strukturat e nëndegës në lagjen Banjështis dhe nëndegën e fshatit Debresh të Gostivarit. I pyetur rreth takimit që përfol me liderin e BDI-s për marrëveshjen se si do të garojnë Fronti Evropian në zgjedhjet lokale, Sela tha se takimet mes tyre janë intensive. Unë takime me zotin Ameti kam pas edhe të martat që kanë kaluar, kështu që nuk përbën ndonjë risi kjo. Natyrisht ne jemi në koalicion, në kuadër të Frontit Evropian, dhe gjatë kësaj periudhe kemi pas takime intensive në rreth asaj se si do të garojmë dhe ku do të garojmë me si partner koalicioni brenda Frontit. Është çështje marrëveshje se ku do të garojë ASH në lokalet në kuadër të Frontit, por nëse krijon rrethana tjera, do të garojmë gjithandej, tha Sela. Ndërkohë, ai nuk ka anashkalon mundësinë që vetë i futet garës për strugën. Nuk e kam menduar, shpesh zhvillohet debati në lidhje me strugën. Unë nuk e kam ndërmend që të garoj, por politika është sfidë. Për sa kohë që akoma s'janë definuara gjërat, asgjë nuk përjashtohet. Dhe duke qenë kryetar partie, duhet jesh i gatshëm në momentet më të vështira nëse ndodhemi me i dalë mballë punës. Sela la të hapur mundësinë për ribashkim të aleancës për shqiptarët me krahun e Arben Taravarit. Unë mbaj peshën e përgjegjësisë të njeriu që krijova këtë organizatë politikë dhe natyrisht që ndjej peshën e jo të fajit, po të turpit që i ndodh këtij subjekti politik. Kur ka marrë të drejtën të përgojohet dhe të zej në gojë çfarë do lloj eksponenti i cili fare nuk ka lidhje me gjenezën e aleancës për shqiptarët, dhe si tillë unë ndjej një përgjegjësi për ta bërë bashkë dhe të fortë aleancën për shqiptarët dhe për të mbyllë gojët e këtyre të cilët e keqpërdorin për qëllime pushteti aleancën për shqiptarët. Për një ribashkim të mundshëm, Sela tha se duhen veprime konkrete edhe nga pala tjetër. Ndryshe, atë në Gostivare shoqëronin deputetët Ilire Dauti dhe Elmi Aziri.